I paruar që futimi tyre. Policia e shtetit bëri këtë të mërkur bilancin e punës së saj përgjatë vitit që kaloi, por më shumë se pasqyrimi i shifrave dhe arritjeve. Ky aktivitet shërbeu dhe si një aren replikash mes dy krerëve të rëndësishëm të drejtësisë dhe rendit, prokurorit të përgjithshëm Adrati Kllalla dhe ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri, duke vënë në duke disa ngjarje të rënda të ndodhura kohët e fundit. Kryeprokurori ngriti si shqetësim vonesat në veprimet e policisë. Ka ndodhur disa ngjarje të rënda kriminale, të cilat shtojnë pasigurinë opinionit publik dhe në shumë është rëndësishme të jetojnë këto raste në mënyrë të shpejtë e të gjithanshme. Grupet kriminale kanë aftësi të tyre të penetrojnë në radhë të zyrtarëve shtetëror, por ne kemi detyrën që të evidentojmë, të zbulojmë si pjesëtarët e grupeve kriminale ashtu dhe zyrtarët e veshme për shtet. Kreu i akuzës u ndal dhe televizit e shpeshta të oficerëve të policisë gjyqësore, si dhe problematikat me ekspertimet e policisë shkencore, të cilat kanë ulur ritmet e hetimeve. Por i menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i ministrit të brendshëm, i cili i quajti të paargumentuara vonesat e prokurorisë në hetimin e ngjarjeve të rënda si vrasja e deputetit Fatmir Gjindi apo 21 janari. Dhe i nderuar prokurori i përgjithshëm ka shumë gjëra që mund bëjmë më mirë, nga delegimi i çështjeve për të mos pasur delegim preferencial nga prokurorët, ku ca çështje delegohen, ca tjera jo, deri tek hetimi, siç e thatë dhe ju, i çështjeve të rëndësishme, ngjarje kriminale, të cilat kanë ngecur në pritje të nuk dihet. Nga 21 janari dhe vrasja e 4 protestuesve në bulevard, tek vrasja e deputetit, e të shumë ngjarje tjera, deri tek korrupsioni. Më tej Tahiri ka ripërsëritur akuzat ndaj sistemit të drejtësisë, përfshirë dhe gjykatën kushtetuese, vendimet e të cilave kanë ndikuar dhe në sigurinë në vend. Në analizë foli dhe kreu i Komisionit të Sigurisë Spartak Brahu, i cili tha se policia shpeshherë është vënë në fokus të sulmeve nga ana e opozitës, por që kanë pasur si qëllim destabilitetin.